shikojmë si çdo ditë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e diel 9 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbar. Ju faleminderit që na ndiqni. Dash, zakonisht nuk je nga ata që i mbajnë gjërat për vete, por këtë herë ke vepruar ndryshe. Ke punuar në heshtje për një projekt krijues që ka shumë rëndësi për ty dhe ke preferuar të mos e ndash me të tjerët derisa të ndihesh se është plotësisht gati. Të dielën Merkuri kalon në Luan, duke të dhënë më shumë besim, guxim dhe dëshirë për t'u shprehur. Kjo energji të shtyn t'i lejosh një personi të dashur të hedhë një sy mbi atë që ke krijuar. Dhe surpriza, ai apo ajo, i pëlqen shumë. Mund të marrësh të disa sugjerime për ta përmirësuar këtë, por këtë herë nuk do të marrësh si kritik, përkundaj do ta kuptosh se personi përballë teje po përpiqet të të ndihmojë që projekti të bëhet edhe më i mirë. Mesazhi për ju dash: mos ke frikë të tregosh atë që ke krijuar, ndonjëherë një palësi të besueshëm mund të shohim pikërisht atë detaj që ty të ka shpëtuar. Dem, kohët e fundit mund të jesh ndihet sikur po ecën mbi vezë në shtëpi. Atmosfera nuk ka qenë aq e qetë sa do të doje dhe ndoshta ke zgjedhur të heshtësh vetëm për të shmangur një debat. Por në gusht do të thuash mjaft. Me Merkurin në Luan do ta kesh më të lehtë të flasësh hapur dhe të shprehësh atë që ke mbajtur brenda. Është koha të thuash mendimin tënd dhe të kërkosh dikujt të marrë përgjegjësi për veprimet e veta. Por cilësi është ndershmëria, jo zemërimi. Shpjegoj personit tjetër se si të ka bërë të ndihesh dhe nga vjen reagimi yt. Në fund të fundit, askush nuk mund ta di se çfarë po përjeton ti nëse nuk e thua. Nëse ai person kërkon falje, përpiqu ta pranosh dhe të lësh pas atë që ka ndodhur. Mbajtja e inatit vetëm të lodh ty. Ndonjëherë një bisedë e sinqertë është pikërisht ajo që nevojitet për të pastruar atmosferën dhe për të nisur nga e para. Mesazhi për ju Dem: fol atë që ke në zemër, vendos kufijtë e tu dhe nëse ka pendes të sinqertë, jep marrëdhënies një mundësi të re. Binjak, Merkuri është planeti yt sundues, ndaj lëvizja e tij në Luan, më 9 gusht, ndihet veçanërisht fort për ty, dhe këtë herë Merkuri vendoset drejt për drejt në shtëpinë tënde të komunikimit. Gjatë 6 javëve të fundit emocionet mund të kenë pushtuar dhe ndoshta nuk ka qenë as pak e lehtë të gjeje fjalët e dura për të shprehur atë që ndjeje. Mund të kesh menduar shumë përpara se të flisje ose thjesht të mos e dije si ta shpjegoje atë që kishe në mendje. Por më 9 gusht diçka ndryshon. Papritur fjalët të rrjedhin më natyrshëm dhe e ke shumë më të lehtë të thuash pikërisht atë që mendon. Do të ndihesh më i sigurt në komunikim dhe do të vëresh se po lidhesh më lehtë me njerëzit përreth. Edhe takimet e shkurtra me njerëzit që nuk i njeh mirë mund të lënë një gjumë të veçantë. Një bisedë rastësishme mund të kthehet në një mikësi të re, një njohje interesante apo edhe në një mundësi profesionale. Ndaj binjak, mos qëndro në heshtje dhe mos u izolo. Dil, fol, njih njerëz të rinj dhe përdore këtë energji për të zgjeruar rrjetin tënd shoqëror dhe profesional. Mund të mos e kuptosh më njëherë, po një bisedë e vogël sot mund të sjellë diçka shumë më të madhe nesër. Mesazhi për ju binjak: zëri është më i fuqishëm nga sa mendon. Fol, lidhu me njerëzit dhe lëre kuriozitetin të çojë drejt mundësive të reja. Gafore, më në fund, Merkuri po largohet nga shenja jote dhe për ty kjo mund të ndihet si një frymarrje e thellë pas një periudhe të lodhshme. Kohët e fundit emocionet kanë qenë shumë të forta dhe gjithë kjo ngarkesë mund të ketë lodhur menderisht. Por të dielën më 9 gusht fillon të ndihesh shumë e qetë dhe më me paqe me veten. Planeti komunikimi tani ndodhet në Luan, duke të ngritur humorin dhe duke të forcuar vetbesimin. Ky ndryshim energjie është pikërisht ajo që të duhej për të rikthyer forcën tënde. Tani e di mirë sa vlen dhe çfarë meriton. Nuk ke më dëshirë të pranosh më pak nga ajo që të takon. Nëse ke menduar prej kohës të kërkosh një rritje page, kjo mund të jetë koha për ta bërë. Fol me guxim, shpjego vlerën që sjell në punën tënde dhe mos ke frikë të kërkosh atë që mendon se meriton. Mos u kënaq më me pak vetëm sepse ke frikë të kërkosh më shumë. Ti e di vlerën tënde, tani është koha që edhe të tjerët ta kuptojnë. Mesazhi për ju Gafore: mos të nënvlerëso veten, kur e di çfarë meriton, ke edhe guximin ta kërkosh. Luan, është koha të përqafosh energjinë e personazhit kryesor. Të dielën Merkuri bashkohet me diellin dhe Jupiterin në shenjën tënde, duke të dhënë një dozë të madhe vetbesimi dhe duke të bërë të ndihesh më i sigurt për atë që je dhe atë që dëshiron. Mos e zbeh ditën tënde për askënd.
Mos u zvogëlo vetëm që të tjerët të ndihen më rehat. Kjo është koha për të qenë i guximshëm, krijues dhe paksa dramatik, edhe nëse dikush ka diçka për të thënë. Kjo është tina jote luan dhe këtë herë je ti në qendër të vëmendjes. Përdore këtë energji për të hedhur një ide interesante, për të propozuar një projekt të ri ose për të nisur diçka krijuese që e ke menduar prej kohës. Mund të jetë momenti ideal për të shkruar një këngë, poezi, për të provuar një talent të ri, ose thjesht për të dhënë formë një ideje që deri tani e ke mbajtur në mendje. Çfarë do të bësh, mos u përmbaj tani, mos lejo frikën nga gjykimi të tjerëve të të ndalojë. Ti ke ardhur për të shkëlqyer dhe në ngushti të kujton pikërisht këtë. Mesazhi për ju Luan. Mos kërko leje për të shkëlqyer. Dil në skenë, beso te talenti yt dhe lëre botën të shoh atë çfarë je në gjendje të krijosh. Virgjëresh, jepi vetes pak kohë për të pushuar, për të reflektuar dhe për të marrë frymë. Mërkuri në gafore ka qenë në një periudhë ngarkuar për ty. Emocionet kanë qenë të forta dhe mendimet mund të kenë shkuar në 1000 drejtime një herës. Edhe pse energjia e Luanit të shtyn drejt veprimit, ti nuk e pse të bësh gjithçka me një herë. Më në ngusht, pak kohë vetëm mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet. Lejoje veten të përpunoj diçka që ke kaluar gjatë kësaj periudhe dhe mbi të gjitha si të kanë bërë të ndihesh ato përvoja. Mos u përpiq të shtypësh emocionet, nëse ke nevojë, medito, shkruaj në ditar ose thjesht u lut diku në qetësi në mendimet e tua. Nëse të jenë natyrë, mund të ndihmojë të largosh tensionin dhe të rikthesh qetësinë. Nësa tani, sezoni i vigjereshës po afrohet, kjo është një periudhë shumë e mirë për të hequr qafe dhe nga vetja barën emocionale që nuk dëshiron ta marrësh me vete në kapitullin e ardhshëm vigjeresh. Mbyrtësit e pambaruara, lër pastat e ke nuk të shërben më dhe pastro hapësirën emocionale për një fillim të ri. Mesazhi për ju vigjeresh, nuk e pse të ndihtohesh, ndonjëherë përpara se të ecësh, duhet të ndalosh pak dhe të kuptosh se çfarë po lë pas. Peshorja. Dikush në rrethin tënd shoqëror ka nevojë për një kësi të sinqert peshore dhe ti je personi ideal për t'i ia dhënë. Por kujdes, të mos rikthehesh te zakoni yt për të kënaqur të gjithë, duke i thënë dikujt vetëm atë që dëshiron të dëgjoj. Të jesh një mik i mirë nuk do të thotë ti thua gjithmonë tjetrit atë që e bën të ndihet mirë. Donjëherë miqësia e vërtet kërkon sinqeritet dhe kur e vërteta nuk është ajo që personi dëshiron të dëgjoj. Këtë të diel përpiqu të jesh njëkohësisht mbështetës dhe i sinqert. Thuaje mendimin tënd me dashamirësi, por mos e ndrysho të vërtetën vetëm për të smangur një moment të sikletshëm. Nëse je në një lidhje në ngushtë, gjithashtu një ditë e mirë për të folur për të ardhmen. Ndaj me partnerin planet, dëshirat dhe synimet e tua. Flisni hapur për atë që dëshironi të ndërtoni së bashku dhe sigurohuni që të dy po esin në të njëjtin drejtim. Mos i zvogëlo dëshirat e tua dhe mos thuaj po vetëm për ta bërë partnerin të lumtur. Një marrëdhënie e shëndetshme kërkon dy njerëz që mund të shprehin atë që duan vërtet. Mesazhi për peshoren. Mos thuaj që të tjerët duan të dëgjojnë, thuaj atë që duhet të dëgjojnë me dashuri, respekt dhe sinqeritet. Akrepi. Wow, akrep. Ti je vërtet në një formë që nuk mund të injorohet, veçanërisht në punë. Me Mërkurin në Luan, po bën lëvizje të madhe dhe duke se përpjekjet e tua më në fund po japin rezultat. Mos ke frikë të dalësh në qendër të vëmendjes dhe të tregosh atë që di të bësh. Nëse të jepet mundësia të marrësh një rol drejtues, mos u tërhiq. Ti ke aftësinë të marrësh përgjegjësi dhe të tregosh se çfarë je në gjendje të arrish. Më në të ngushtë gjithashtu një lloj pike kontrolli për ty. Ndal pak dhe shiko ambisjet dhe objektivat e tua. A je duke shkuar drejt drejtimit të dur, apo po punon për një të ardhme që vërtet e dëshiron? Nëse ndjen se ka ardhur koha për një ndryshim, kjo është një ditë shumë e mirë për të vepruar. Energjia është në anën tënde dhe nuk ka arsye të vazhdosh të dyshosh te vetja. Mos e bind veten se nuk është momenti për të kërkuar një promovim, një pozicion më të mirë apo më shumë përgjegjësi. Dhe nëse ke ndëruar prej kohës të punosh për veten, pse jo, ndoshta ka ardhur koha të mendosh seriozisht edhe për mundësinë për të bërë shefi i vetes. Mesazhi për ju akrep. Mos u zvogëlo për të përshtatur me vendin ku je. Nëse e ndjen se je gati për më shumë, ngrihu, kërko atë që meriton dhe bëj hapin e radhës me guxim. Shigjetar. Prej disa kohës po ndjen një dëshirë të madhe për aventurë. Ti nuk je nga ata që mund të qëndroni gjatë në një vend, por Mërkuri në gafore të ka detyruar të ngadalësosh ritmin dhe të qëndrosh më shumë në vend dhe të mendosh gjatë për gjërat. Por tani është koha për ndryshim. Më në ngushtë, Mërkuri kalon në Luan duke sjellë pikërisht ndryshimin e energjisë që të ka munguar dhe me Diellin dhe Jupiterin, planetit tënd sundues, gjithashtu në këtë shenjë zjarri është e sigurt që nuk do të rish më gjatë i mbyllur në rutinë.
Kjo është koha për të dalë dhe për të lëvizur dhe për të mos përjetuar diçka ndryshe. Nëse ke mundësi, udhëto dhe eksploro botën. Nëse një udhëtim i madh nuk është i mundur, mjafton dhe të vizitosh një qytet apo një vend të ri aty pranë. Nuk ke nevojë të shkosh larg për të ndier emocionin e aventurës. Ndonjëherë mjafton të ndryshosh rrugën, të provosh një vend të ri ose të bësh diçka spontane. Mbi të gjitha, më në ngusht, vendos gëzimin në plan të parë. Bëj atë që të jep energji, atë që të bën të buzëqeshësh dhe atë që të kujton sa bukur është të jetosh pa planifikuar çdo hap. Mesazhi për shigjetarin. Mos qëndro ulur duke pritur që jeta të vijë tek ti. Dil dhe kërkoje aventurën. Bota është e madhe dhe ka ende shumë për të zbuluar. Britsjap, një bisedë të vështirë mund ta shtysh vetëm deri në një pikë. Ka diçka për të cilën duhet të flasësh, hapur, por dhe prej kohës po e shmangët të moment. Kur Mërkuri ishte në gafore, ndoshta heshtja dhe pritja ishin zgjedhja e dur. Por tani, Mërkuri ka kaluar në luan dhe energjia të shtyn të jesh më i guximshëm dhe të thuash atë që ke në mendje. Mos ki frikë nga kjo bisedë, por kujdes, mos u vendos menjëherë në mbrojtje. Nuk është e nevojshme të luftosh për të provuar se ke të drejtë. Fol, po edhe dëgjoj me vëmendje. Jepi personit tjetër hapësirë të shprekën vështrimin e vet. Ndonjëherë ajo që duket si një përballje e vështirë mund të shndërrohet në një moment mirë kuptimi. Nëse arrin të dëgjosh po aq sa flet, kjo bisedë mund të shkojë shumë mirë nga sa e imagjinuar. Madje në fund mund të kuptosh se frika që të ka mbajtur heshtur nuk ishte as shumë arsye sa mendoje. Mesazhi për ju Britsjap. Mos e shtyma atë bisedë që e di se duhet bërë. Fol me qetësi, dëgjoj me zemër të hapur dhe mos u mbro para se të kuptosh. Ndoshta përgjigjja që kërkon është më thjesht nga sa e mendon. Ujor, ka ardhur koha për një bisedë nga zemra. Më në ngusht, Mërkuri ndriçon marrëdhëniet dhe partneritetet e tua. Një lidhje e rëndësishme në jetën tënde, qoftë me partnerin romantik apo me një mik shumë të afërt, mund të ketë kaluar një periudhë të vështirë. Nëse dëshiron ta shpëtosh dhe forcosh këtë marrëdhënie, duhet të bësh atë që ndoshta ke shmangur deri tani, të flasësh hapur dhe me gjithë zemër. Mërkuri në luan e bën këtë bisedë shumë më të lehtë. Gjatë 2 muajve të fundit emocionet mund të kenë qenë të forta, dhe kjo mund të ketë krijuar një distancë mes jush. Ndoshta janë thënë gjëra në nerva, janë mbajtur brenda ndjenja ose thjesht keni pasur vështirë të kuptoni njëri tjetrin. Por tani mund të ndryshoni gjithçka. Mos u përpiq të fitosh një debat, përpiqu të kuptosh dhe të kuptohesh. Thuaj personit tjetër se si ndihet vërtet dhe lejoje edhe atë të shprehë emocionet e veta pa gjykim. Nëse të dy jeni të sinqert, mund ta kaloni këtë pengesë dhe të gjeni përsëri rrugën drejt njëri tjetrit. Ndonjëherë një bisedë e vetme, kur bëhet me dashuri dhe sinqeritet, mund të shërojë një distancë që është krijuar për muaj të tërë. Mesazhi për ju, Ujor. Mos lejo krenarinë dhe heshtjen të vendos fatin e një marrëdhënie që ka rëndësi për ty. Fol nga zemra dhe dëgjoj nga zemra. Peshq, ke nevojë të relaksohesh pak. Dhe çfarë dite më të mirë për këtë se sa e diela. Në mëngjes përfundo detyrat dhe punët që ke lënë pas dore. Rregullo shtëpinë, mbaro angazhimet dhe hiq nga lista gjithçka që të ka qëndruar mbi kokë. Pastaj sapo të vijë mbasditja, ndalo së vrapruari dhe jepi vetes leje të pushosh. Në mbrëmje bëj vetes një dhuratë dhe pak kujdes personal. Me një bajtë ngrohtë, kujdesu për lëkurën, vishu me bezamet më të rehatshme dhe shijo një film të mirë. Nuk e pse të jesh produktiv çdo minutë të ditës. Ndonjëherë gjëja më e dobishme që mund të bësh është thjesht të pushosh dhe të rikuperosh energjitë. Kur të zgjohesh të nesër mendo të ndihesh më i freskët, më i qetë dhe më me energji të re për të përballuar çdo gjë që sjell dita. Dhe ky ishte leximi i yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e diel, 9 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe faleminderit që na ndiqni. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe.